Pas çdo sezoni vjeshtor dhe dimror, kjo rrugë magjistrale që kalon përmes Kërqovës shfaq dëmtime të shumta me gropa. Në periudhat mereshje, ky segment rrugor mbulohet me ujë duke shkaktuar qarje në asfalt dhe duke përkecuar gjendjen e tij. Megjithse shpesh ndërmerren ndërhyrje të pjeshme për mbushjen e gropave, këto zgjidhje rezultojnë afaqkurtra, pasi dëmtimet rikthehen shpejt. Ndodhemi në rrugën magjistrale e cila kalon përmes Kërqovës. Kjo rrugë magjistrale lidh shumë qytete të Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, në këtë rrugë e cila është shumë e frekuentuar, janë hapur disa gropa dhe kjo përbën rrezik për veturat të cilat lëvizin në këtë rrugë. Për mirëmbajtjen e rrugëve, kujdeset ndërmarrja publike për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve magjistrale dhe regionale. Për këtë situatë, Televizioni 21 kontaktoi ndërmarrjen në fjalë, nga kjo na thanë se për këtë rrugë nuk është paraparë buxheti për rikonstruim. Pjesa e magjistrales për të cilën po flisni nuk është e paraparë për rikonstruim për këtë vit. Do të ngelet për vitin e ardhshëm sepse ka rrugë që janë me prioritet. Por ka një mundësi që të rregullohet me rebalancin e buxhetit, duke parë gjendjen faktike pastaj vendoset. Në gjendje të këtillë janë disa rrugë shtetërore të cilat kërkojnë mirëmbajtje gati çdo vit, sepse në të kundërtën bëhen të rrezikshme për qarkullimin e automjeteve në trafik.